Para se të ashtu të lexoj pak deklaratën e Artanit, që ka edhe në story, gëzuar me ekstra latte coffee nga Dedia Group. Merreni, provojeni se është shumë e shijshme. Artan Kola në Insta story e tij, siç shikoni edhe këtu, do t'ja u lexoj edhe unë, deklaratën e tij që hedh akuzën mbi produksionin. Faleminderit nga zemra të gjithëve që më votuat dhe përkrahët kaq shumë gjatë gjithë këtyre ditëve. Mbështetja juaj ka qenë forcë e madhe për mua dhe nuk do të harroj kurrë. E di që dalja ime ishte e padrejtë. Madje dhe vetë produksioni më kishte thënë para prajmit se nuk isha i rrezikuar dhe nuk duhet të shqetësohesha, sepse sipas tyre Nikol ishte ajo që duhet të dilte nga shtëpia, pra duhet të largoj. Kjo është një pjesë e vogël, pra që nuk që nga fair, nuk që nga e vërtet kjo loja këtij Big Brotheri të edicionit 5, thënë nga Artani. Por, gjithçka ndryshoi në momentin kur unë nuk pranova të bëhem pjesë e lojës së Rogertit dhe Mirit, që çaj i nxehtë t'i derdhej Mateos me qëllim që ai të eliminojë nga gara për arsye shëndetësore. Pra, pas ka qenë një kurth, ose pas ka qenë një plan, çaj i nxehtë. E kuptoni ju që? Çaj i nxehtë. Për lojë, dhe këtu le të themi që shkojmë për te limiteve. Sepse ky thekson me gojën e vet që pas ka dalë nga Big Brotheri për arsyen sepse nuk ka pranuar lojën e produksionit dhe lojën që duhet të bënin me Rogertin dhe me Mirin, që çajin e nxehtë duhet t'ia hidhnin Mateos që ai të prishte lojën. Çajin e nxehtë. E kuptoni juve? Çajin e nxehtë. Ajo që është edhe më e rëndë është se produksioni, thot, ishte në djeni të kësaj dhe ishte pro këtij veprimi. Pra produksioni e ka përkrahur, e ka mbështetur veprimin, e ka aprovuar veprimin, pra t'i hedhësh çaj të nxehtë. Ku me det? Qa bëhet shumë e jau? Ajo që është më rëndë është se produksioni ishte në djeni të kësaj dhe ishte pro këtij veprimit, por donte që gjithçka të dukej si rastësi dhe jo si diçka e planifikuar, ndërsa rreziku me pasojë duhet t'i mbaja unë. Shikon ti? Ju dua dhe ju falenderoj pafund për çdo votë, mesazh dhe mbështetje. E di se çfarë më kujton mua kjo pjesë. Kam pasur bisedë me një ish konkurrente që ka dalë, nuk e them se kur ka dalë. Të njëjtat gjëra ka thënë që s'ka pranuar një lojë, të njëjtat gjëra si Artani, pra u bën 2. 1-2. Po pse duhet bëhet kjo lojë kaq e shpifur? Pse duhet bëhet kjo lojë kaq falco? Po për te kësaj, dakord, sepse doni ta ngrini algoritmin e Big Brotherit. Po si mund të thurni një lojë, si mund të thurni një plan me çaj të nxehtë, pa e ditur se sa dëm mund t'i bëj atij çunit për shembull. Që nga të smerr fare, vlla. O, produksioni Bigut, çajini duke bomë, vlla. Çajini duke po se po dalin ata që kishit brenda po akuzojnë. Qa është ky muhabet? Mirë biletën e Tanit se morën vesh se nga iku, nga doli, nga shkoi, që ta hapur ai hapi, ju a dhat pa hapur, se qa u bënjën sot e di. Po këtë qa po bëni, valla? Bëni plan t'i hidhni atij tjetrit çaj të nxehtë në trup, edhe të prishin për arsye shëndetësore. Ku me det për juve. Pse çfarë është kjo? Lojë është kjo? Loja është re. Kjo është si ajo loja e atij. Thuaja. Ajo kuklla kineze që qëllon me armë, qa drejqin e ka ajo. Qa harrova unë asaj. Nise. Qa u bëni o vlla? Çaj të nxehtë. Jo po hidhi vaj të nxehtë në vesh. Me det për ju.